Në këto festa fund viti, solidariteti sjell shpresë dhe pak gëzim për shtresat më vulnerabël të shoqërisë, familjet në nevojë dhe të moshuarit në Pogradec. Rreth 1.000 pakon ndihmash që përfshin ushqime dhe paketa festive janë shpërndar për këto kategori, me qëllim që t'ju rikujtohet se nuk janë lënë në harres. Pastori Mentor Rama, përfaqësues i kishës ungjillore Krishti për Kombet, tha se kjo nisëm shtrihet në të gjithë vendin. Vetëm në prefekturën e Pogradecit mund të jenë tek 15.000 persona përfitues, por shtrirë edhe në qytetet e tjera të Shqipërisë mund të jemi diku tek 24.900 persona, individ të ndryshëm, qofshin fëmijë apo familjarë që janë prekur. Mes përfituesve është dhe Diana Berberi, një grua e divorcuar, nënë e një vajze 10 vjeçare, e cila jeton me ndihmë ekonomike. Po jeton me ndihmën ekonomike, me 58.000 leka. I mbledhim që pagojmë ujin dritën. Ndihmat humanitare në prag të Krishtlindjes nuk sjellin vetëm ushqime apo dhurata, por edhe mesazhin se askush nuk është i harruar dhe se bashkëpunimi mes qytetarëve dhe organizatave humanitare mund të sjellë shpresë dhe gëzim për familjet më të prekura.